Të nderuara media, faleminderit shumë që jeni prezent sot në administratën e kryeqytetit, këtu në asamblenë e kryeqytetit, ku edhe ne kemi bërë thirrje që sot të votojmë që ta qesim për diskutim publik planin zhvillimor komunal, pra një dokument i cili është i gatshëm tashmë gati 1 vjet e gjys, e që bllokohet gjatë gjithë kohës prej opozitës, pra edhe prej partisë Vetëvendosja, po ashtu edhe prej partisë demokratike të Kosovës, siç e patë edhe sot nuk i kishim ata asamblejistë sot këtu, asamblejistë të cilët janë të votuar nga qytetarët e kryeqytetit, të cilët po shoh edhe shumë postime që thirren në jo transparencë, pra thonë që nuk ka transparencë. Domethënë është e kundërta prej asaj çka ne po kërkojmë që 1 vjet e gjys, një dokument në të cilin kanë punu të gjitha drejtoritë, kanë punu institucionet, kanë punu qytetarë të ndryshëm, pra një dokument që është i gatshëm për diskutim publik, që t'i paraqitet publikut të kryeqytetit, që ta rishikojmë së bashku, të japim komente, propozime të reja apo ndryshime, nuk votohet që të dilet në diskutim publik. Pra tentojmë për një transparencë të plot, transparencë totale, që 1 vjet e gjys dhe ja vazhdon bllokimi i këtij dokumenti. Ky dokument është me rëndësi të madhe për kryeqytetin në shumë sfera, pra në aspektin e edukimit, si zhvillohet edukimi, mësimi në kryeqytet, në aspektin e shëndetit, si zhvillohet po ashtu si shërbejmë qytetarët e kryeqytetit, në aspektin e zhvillimit rural, si e mbrojmë natyrën, ambientin, si e zhvillojmë turizmin malor, si krijojmë punë, në aspektin e infrastrukturës. Pra ku i kemi investimet më të mëdha kapitale në kryeqytet, si Unaza e kryeqytetit, si tash edhe fshati olimpik, i cili është më së nevojshëm për lojrat mesdhetare, si zonat industriale të cilat vyjnë për zhvillimin ekonomik të kryeqytetit dhe të gjithë vendit tonë, duke pas parasysh që kryeqyteti paguan 49.8% të gjitha taksave të buxhetit të Kosovës. Pra e shumë procese tjera të cilat parashihen në këtë dokument me rëndësi madhore për kryeqytetin. Pra ata të cilët janë të votuar nga qytetarët e kryeqytetit, e bllokojnë këtë projekt, këtë dokument, i cili është dokument, ka edhe më përpara, i zhvilluar së bashku me shumë drejtori, me shumë institucione, me shumë ekipe të ndryshme profesionale, e që tash, po them, kemi ftu seancën e radhës për me hap debatin publik. Pra ne kërkojmë sot ishte dashur me u votu nga asambleja, nga të gjithë asamblejistët, që ky dokument të jetë publik, pra të qitet, të bëhet publik dhe të diskutohet, të debatohet nga të gjithë. Dhe asgjë tjetër, pra nuk është miratim, po është për diskutim publik. Dhe ja që kjo vazhdon të bllokohet që 1 vjet e gjys. Zoti Rama, keni marrë parasysh komentet e dërguara prej ministrive për kafca, dikon janë rreth 30 komente që sugjerojnë që disa gjëra mund ndryshu, disa tjera Komentet, ne të gjitha këto i kemi pas, faktikisht ka qenë një periudhë kohore disa mujorshe, ku edhe ministrit janë vonu në përgjigjet e tyre, edhe kjo ka qenë faktikisht po ashtu puro politike, që vetëm të zhagitet kjo çështje. Pikat të cilat ata i kanë përmend aty, janë pikat të cilat, po them, gjatë kësaj periudhe kohore, kur ne kishim hap këtë dokument për diskutim publik, mundën me u përmirësu pa asnjë problem. Pra nuk janë çështje për blokad të një dokumenti për me dalë për diskutim publik. Një numër i madh i lagjeve të kohë, ne vizitojmë lagje, kemi vizituar të gjitha lagjet, po ja që njerëz si ti që jepin dezinformata, që i rrajnë njerëz si ti që i rrajnë të gjithë qytetarët e kryeqytetit, pikërisht. Do me thonë, kjo është ajo. Të gjitha lagjet i kemi vizituar.
A keni në pyetje tjetër se mos merrem me? Të gjitha lagjet janë të vizitume. Të gjitha lagjet e kryqëtetit. Përgjigje për njerëz që kanë pru këtë ditë edhe komunën. Përgjigje për Nuk është e vërtet që po tentohet të kalohet në fund të mandatit, po them që 1 vjet e gjys ne kemi dokumentit gati. Që 1 vjet e gjys. Që po i përgjigjemi lagjet, në të gjitha lagjet të kryeqytetit kemi pas diskutime me publik, në për të gjitha lagjet. Ne kemi diskutu këtë çështje në për të gjitha lagjet e kryeqytetit edhe vazhdojmë me pas diskutimet publike në për të gjitha lagjet e kryeqytetit. Pra është një dokument i cili tash është i përfundum si draft, edhe ne duhet me votu në bazë të legjislaturës për me qitë në debat publik. Pra me iftu prap të gjitha qytetarë që i kanë dhonë komentet e tyre, me pa se a janë marrë parasysh edhe a janë pjesë e këtij draft projekti. Pra transparencë totale. Transparencë totale. Krejt kjo kërkohet prej nesh këtu që ta qesim në diskutim publik. Pra jo në miratim edhe njëherë, siç edhe dezinformojnë çifti i tij, por në diskutim publik. Në diskutim publik. Faleminderit. Faleminderit. Komisime ditë cilat statistika janë përduar për këtë planin zhvillimor komunal të ri, sepse atë draftin të cilin unë e kam pasur në dispozicion kanë qenë statistika të vitit 2011. Jo, ne kemi... 2025, domethënë ta që kanë dalë statistikat e reja, kanë treguar që numri i banimit në Kosovës të ri, përderisa numri i banorëve zvogël. Këto janë informata jashtëzakonisht relevante të cilat duhet të merren në planin e ri zhvillimor. Edhe një pyetje tjetër sa i përket transparencës, nuk është transparenca vetëm në mënyrë formale me informu banorët ose qytetarët, por me të vërtet kërkohet një angazhim më i madh, domethënë me dalë në përlagje me bisedu, përpos asaj personalisht e kam pas shumë probleme e gjetë draftin e PZK-s, është dash me u lumtu ose edhe me lut dikën që me ma vënë drafti për me pas se çfarë informata. Po veç me të përgjigj pyetja. Pyetje komente, me qenë se merrem me këtë temë pa ma shumë se 20 vjet me problematikën e planifikimit hapësinor, edhe po është e vërtet që jemi në fund të mandatit, edhe pse po thoni që 1 vjet e gjys kjo nuk e arsyeton faktin që domethënë ka 1 muj ditë po presim debat qytetar për në mbesin e 3-4 muj për me marrë... Më falë, a bon me prezentu veten, kush jeni ju? Unë jam drejton Tafallari, jem një si çështjeve të planifikimit hapësinor, inxhinier i ndërtimtarisë. Edhe unë jam përparim Rama, njës i çështjeve urbane, arkitektonike, me projekte të ndryshme në për shumë vende të botës, jo vetëm në kryeqytet. Pyetjet me vend, statistikat ne kemi marrë këto tash që i kemi, pra edhe censusin e kemi pas si pjesë të statistikave të cilat i kemi marrë parasysh. Në draftin e kaluar është para pa që me u zvoglu fshatrat faktikisht deri në ashtu shëndrim total pa qytetarë që jetojnë në për të fshatra. Ne kemi marrë parasysh edhe kemi pa të nevojshme që me zhvillu turizmin rural, edhe këto janë ato disa pikat që ndryshojnë. Përkundër faktit që deri në bazë të planeve regulative të cilat i kemi prej vitit 2011 e më parë, ku unë e kam cek gjatë gjithë kohës, që i kemi planet regulative që lejojnë për 54 milion metra katror, derisa Prishtinës sot ekzistuese kemi metra katror 14.2 milion, ndërsa i duhen ndoshta maksimum edhe 4 për 8 vitet e ardhshme, jo edhe 40, siç edhe i lejojnë ato planet regulative të vitit të para 1 dekade. Pra këto janë ato sfidat cilat ne i kemi para pa, edhe i kemi marrë si pjesë e këtij draft planit, pra plani zhvillimor komunal, ku edhe kemi para pa që aspektet të cilat nuk janë të zhvillume, po që kanë potencial të madh, pra turizmi. Turizmi është një aspekt i cili edhe krijon punësime,
edhe krijon riaktivizim i hapësirave të gjelbërta për me u dhënë qasje qytetarëve, jo vetëm qytetarëve, po edhe të gjithë vizitorëve që vinë dhe vizitojnë kryeqytetin, në anën tjetër krijimin e infrastrukturës, si unaza e kryeqytetit, e cila është më së nevojshme, e cila po ashtu vazhdon të bllokohet nga niveli qendror, po ashtu tash po vazhdon të bllokohet edhe mos më dal as në diskutim publik. Pra edhe unaza e kryeqytetit që kishte me qenë një investim madhor më së nevojshëm për me zgjedh problemet e mëdha që i ka kryeqyteti në aspektin e trafikut, e po ashtu edhe të zhvillimit ekonomik. Sepse nuk mundet me pas zhvillim ekonomik në një qytet i cili nuk e ka infrastrukturën për me ju përshtat nevojave të bizneseve, nevojave të qytetarëve, nevojave të shkollimit, të edukimit, të shëndetit, e tjera tjera. Pra gjitha këto janë pjesë e draftit që ti nuk e ke pa, për arsye se nuk ka dalë, nuk votohet për me u bë publik. Nuk votohet për me u bë publik. Pra është diçka që duhet me dalë, me leju, me votu asambleja, që këtë draft të jetë publik për të gjithë qytetarët e kryeqytetit. Po ne normal që do të provojmë edhe një herë, që ta organizojmë një herë seancën e radhës, dhe i lus të gjithë asamblejistët që janë të votuar nga qytetarët e kryeqytetit, që ta marrin përgjegjësinë, që të vinë dhe ta votojmë këtë draft dokument që dalë në diskutim publik. Pra ta shohim të gjithë çka ka në këtë dokument. E pastaj të merremi me detalet e këtij dokumenti. Me që nuk e di mendë se qa ka dokumenti, është përfshi këto dhe rruga gjatë Llorit, cila e lidhë Velanin me Bregën e Diellit edhe matin që ka pas. Gjithsesi që infrastruktura është pjesë kyçe e këtij dokumenti. Po shiqo, nëse e shet draftin, e shet, do të thonë i shet që gjitha strategjitë, po për atë po them që normal që këto janë pjesë e kryeqytetit, pjesë e zgjidhjes së infrastrukturës në kryeqytet. E kur pritet paktën, vetë ndoshta. Po tash ne do ta thrasim sot seancën e radhës për javën tjetër, edhe do të provojmë prapë. Pra nuk do të ndalemi duke provuar që ta bëjmë këtë draft dokument publik për secilin qytetar të kryeqytetit. Faleminderit.